Zërat që dëgjohen në protest në rrugët kryesore të Tiranës tani më se nuk janë të fokusuara vetëm në bulevard, kanë vetëm një emërtues të përbashkët: politikën e vjetër e të konsumuar. Marrëveshje dypalshe në kurisë të shqiptarëve dhe vendosmërinë që mandatin ta mbarojnë kur t'u dalë shpirti. Personazhi që më bashkohet në këtë pjesë është ndër të parët që hoqi dorë nga reatia personale për një ndryshim, sakrifikoi mirëqenien e sigurinë përballë rrezikut e luftës në të mirë të brezave që pasojnë. Nuk ja doli të fitojë si rrjedhoje shumë faktorëve e problemeve zgjedhore që listohen në raportin e vëzhgimeve të OSBE-Odirit, por sot askush nuk mund të ngrej gishtin e ta akuzojë për një shkelje. Ai sonte është me mua, Zoti Dashamir Shehi, mirëmbrëma dhe mirëse. Mirëmbrëma. Pikë së pari, a keni arritur të kuptoni motivin pse sot e shumë vite përpara jeni popullor jo vetëm tek ne të rriturit, por edhe tek brezat të ri? Është popullor. Do të po si unë kam shumë vite që bëj këtë punë edhe gjykoj që vlera më e madhe që kam është një lloj koherent. Do të thonë, në 30 vjet që përsëris të njëjtat fjalë në një farë mënyrë, të njëjtat ide, që janë ide të bazë, domethënë, demokracisë, të një shtetit të së drejtës, mënyrës se si bëhet politikë, mënyrës se si bëhet dhe ekonomia e shtetit, që unë në fundit bazën time jam një në punës. Një në punës i politizuar, që ka marrë një krah caktuar, por një administrator publik në një farë mënyrë. Ky është zona. Tash njerëzit duke kalu vitet kanë filluar ta kuptojnë që pas ca burra që pas kanë thënë ca të vërteta i kanë thënë përpara. Tash çka lloj popularitetin politik kthehet gjithmonë vot, kthehet pushtet jo. Absolutisht. Edhe kjo është një nga, si të thosh, aksiomat e politikës. Jo çdo simpati kthehet në vot. Duhen elementë tjerë, domethënë, një në radhë parë duhet një strukturë politike, një parti, një kapilaritet, si thush, që ta përmbledhi, ta thithi, ta kthej në vot, në fuqi elektorale, atë që është simpatia popullore. Atë kjo s'm ka mungu kurrë, jo sot, po këtu e 20 vjet, qofse kishe 4-5 burrat pëlqyeshëm Shqipëri, hiq këto shefat e politikës, gjithnjë kam qenë atë mes. A kthehet në vot? Jo. Ose kthehet në një vot minimaliste, siç ka ndodhur këtë radhë. Pse nuk hym këtë radhë? Se dëgjova atë komentin në parlament. Pse nuk ju bashkuam, si më thon, grupit që hyn? Pse që hyn kolegët e mi të partive tjera të vogla? Gjykoj që ka ardita që me gjithmend të bëhet një ndryshim, du mpreca gjëra. Nuk vazhdohet me këtë lloj oportunizmi gjithë jetën. Unë kur morëm këtë vendime, morëm me idenë që kjo ndoshta edhe mund mos dali kurrë, dhe në fakt s'doli. Se fatkeqësisht u puq edhe shumë faktorë tjerë. Do të thënë, opozita u përçau, copsua në shumë partitë, grupe politike të cilat nuk bëjnë më alternativë. Që do të thotë, nuk mund të ketë 7 opozita. 2 mund të ketë. Nes qem zot që ky grupi që ishte alternativ ndaj grupit Berishës që i vej me emra të madh, su puq bashkë. Po të ishe puq bashkë, do prodhonte 2 elementë pozitiv. Një do prodhonte një sinergji politike, që këto gati 200.000 votat shpërndame sa ndej këtej. Do ishin po 300.000 them minimalisht. E dyta do prodhonte edhe pragmatizëm politik, se me këtë ligj që është, duhet një sasi e caktuar me vota që të provojnë një cilësi elektorale, që do të thotë që ti mund të marrësh një deputet në Tiranë edhe 2, po në rreth e tjera del jashtë loje fare shkojnë ato vota. Do të rasti apo ndorsa po të ishin mbledh të gjithë këto grupe të bashkë, atje them që edhe në rreth e hiq ndoshta Gjirokastër, Kukës, çut në Peshkopi që nuk hyesh. Kudo pasaj ke qarqet e mëdha në Korçë, Vlorë të hyesh. Do me thënë, duke mos u bashku, u humën 2 gjërat. Një sinergjia politike, që është shpresa, që është besimi i përbashkët, atje që kjo është më e rëndësishme. Po pastaj u humë dhe nga ana praktike, u humë dhe deputet. Unë bëra luftë deri në fund, që t'i bind të kolegët e mi më të ri, që ky është shansi. I vërtet do hyni, do merr një vota, dhe dikush mori shumë, se nuk mund të thush, por ai mori 70-80.000 vota, llapaj.
Ky sheh gjithsesi mori gati 50.000 vota, ai qorri 30.000 vota. Po dhe ne tjerët, bashkë me ne tjerët, e kuptoj, u bën ja 30.000 vota. Të gjitha këto pothuajse shkuan kot prodhon 3 deputet. Dhe kjo ka dhe gjë, po tash, se kjo lloj tendence o hyp, o kthehet mbrapsht. Ndodh një fenomen tjetër që kur të vinë zgjedhjet tjera që do vinë ato, pas 2 vjetësh leq janë zgjedhjet administrative, një pjesë e popullit thot po i votojmë për këto, po s'prodhoj. E quam votën tonë. Quam votën tonë, sepse në fakt ky ligj, edhe kjo marrëveshje Rama Berisha 2000 është bërë pikërisht për këtë punë. Që njerëzit gjykojnë që s'kan alternativë tjetër, o ky që është në pushtet, o ai që do vinë në opozitë. Të tjerët duhet zhduken dhe praktikisht i kanë zhduk me ligj, se në gjithë botën zhduken partitë, lindin zhduken partitë dhe më të mëdha. Ide dhe më të rëndësishme sa këto tona, fytyra më të kultivume politikisht se sa këto tona. Por i zhduk vota, jo ligji. Nërsa kjo që kemi ne, kjo s'është demokraci, dhe me thënë, këto e kanë përcaktuar me ligj. Që do thotë, me këtë ligj që kemi sot, barrazhi elektoral në Shqipëri mesatarisht po ta ponderoj me votat është 7-8%. Se për shembull ti në Gjirokastër duhen 25% se 4 deputet. Në Kukës të duhet marrësh 35% vota për të prodhuar deputet. Pastaj duhet fillu nga rrethet tjera mesatarisht diku 15%, po ka rrethi më i mirë, domethënë që ka Fier e Elbasan që kanë shumë, edhe aty duhet marrësh 8-9% vota. Dhe me thëmë, vetëm në Tiranë punon ligji në një farë mënyrë që duhen 3%, sepse janë gati 40 deputet. Pjesa tjetër e Shqipërisë është ndërtu në mënyrë tillë që nëse tash e imagjinon në një realitet politik si Shqipëria. Të vi një grup i ri, një ide e re, edhe si më thënë të marrë në Elbasan 10% votave që në fillim fare, ose ti duhet në Berat për të prodhuar deputet, 20% e votave, po ç'është mund. Dhe ato këtë kanë kalkulu, se si t'i zejmë rrugën këtyre tjereve alternativat, që na pëlqejnë, s'na pëlqejnë. Thotit, janë detyruar, s'ka ku shko, dhe në fakt po të shikosh që ke patën burrin që thotë Berisha, ose mja i tjeri thotë kam 800.000, kam 500.000 vota. Po ato janë votat e atyre që s'kan alternativë kjo. Se janë të detyruar të shkojnë atje, as 500 si ato. Një 400 se a 100 i kanë marrë ato tjerët, madhështorët, jo LSI-na, gjithë ato se të pati... E drejt. Me gjitha të zoti Shej, ka kaluar një vit tani që nga zgjedhjet e fundit parlamentare të 2025-s. Në këtë legislaturë, në karrigën e parlamentit, kemi pasur mundësi të shohim përveç Agronshehet që ishte ekzistues që në legislaturën e mëparshme, Erald Kaprin, duke mos harruar edhe nga lëvizja bashkë Redi Muçi, sepse nuk po merrem me Shqipëria bëhet Adriatik Lapajt. A keni parë ju që këta të rinjt, në këndvështrimin tuaj, si politikan, por edhe si qytetar fundja, të mbjellin një farë të re të besimit, të mbjellin atë bindjen se shiko, të rinjt mund të na ofrojnë një alternativë që është më e mirë se sa kjo e vjetra. Shiko, unë besoj që një farë punë e kam bërë që para zgjedhjeve një, përderisa mblodhen goxha vota tregon që një inspirim ka këtu dhe shpresë ka. Problemi është që shpresa nuk mund vi thjesht nga anagrafja, sa vjet që ti. Kuptoni, nuk mjafton kjo, duhet me bërë ca gjëra që janë të reja realiste, kupton? Sepse ta thash anagrafja, biles unë kur i shikoj ato anagrafje, se i bje keq janë ka 20 vjeç ato, besoj, paka shumë aty rrotë. Duken i qik vjetër, se unë ka 34 vjeç, kam qenë ministër, 33 deputet, 36 zëvëndshkë. Do me thënë, po që për kësi matjesh, nuk është se kam vlerë. Kush është vlera? Që ti dëmë të qash një shteg të ri politik, kuptoti, që është shtegu i ri politik, si me dhe një trajektore re, qaj në luft me të dyja këto palët. Nuk them në luft duke i vënë në njëjtin balancë, se rrallë parë luftohet pushteti, ai që është qeveri. Kuptoti, ai që ka 13 vjet e drama. Sa do të qi mund të ketë brenda PD-s, veja dhe emri Berishës, gjithsesi është në opozitë, 13 vjet, nuk mund ta ngarkosh me hallë më shumë se sa i takojnë, kuptoti, e me gjunafe më shumë se i takojnë.
Prandaj ky është shtegu që do çajnë. Tash është ideja që ky shteg çahet vetëm me kështu një grup i vogël tu, një grup i vogël se tregoj koha që gabon që nuk u puqëm. A janë gjendje të reflektojnë mbi këtë realitet? Se kjo është e puna, kjo është prodhimi një ide e re. E dyta, ku materializohet kjo ide e re? Në luftë për të rrëzuar e kushtetutën, që s'është kushtetut, marrëveshje Rama Berisha 2008, që e dhunoi demokracinë shqiptare. A është kjo aksi kryesor? Unë se shoh që merren. Ligji zgjedhor. Se disa nga këto duke qenë se ligji me listë të mbyllur veçin veten kryet listës, këto i bënte të respektueshëm. Ma e kupton që ky ligj është vrastar për opozitën, për gjësi, po edhe për forcat e reja politike. Kjo është prap këtë quju gjë të re. Pastaj mbaret dhe ka dimensionin që ke, se me 2-3 deputet nuk është se bëhet kjo punë. Gjithsesi unë them që si kualitet deputetësh, si speech politik po them, si ashtu, për mua janë cilësor. Në një farë mënyrë. Janë më shumë cilësor se sa atë që janë ato blogoj madh opozitar, po them. Pse janë cilësor? Nuk e them këtë punë se janë më të arsimume e këto, se kjo është, nuk vlen shumë politikë, është nga herë është një llaku kotë, sepse janë pak më të lirë se ato tjerat. Edhe unë qoftë se jam popullor, si thotë, si thon njerëzve, ora ti thirr thot vërtetat. As unë nuk i them gjithë vërtetat. Po them disa të vërteta. Ditën që ti thu asnjë fjalë që është e jotja, po thu fjalët që thot kryetari. Edhe kur kryetari ka 30 e sa vjet që thot po ato fjalë, sigurisht që ti s'bie gjatre. Edhe ti mund të jesh i Zotit dynjas, thotë. Po ti je vetë limitu, je vetë kufizu, do me thënë të thash nga kompleksi i kryetarit, nga pasaj, nga interesit, nga shumë gjëra tjera, karriera politike. Përse ju desh për dës ky ligj, që e dini që do i çonte në humbi? Ju desh për oportunizëm politik që të bajnë bashkë blokun partijake, se ndryshe largohesh. Tash duke i siguru nga 40 vetëve, 50 vetëve që ju e keni një vend. S'ka nevojë strapacoheni, kuptot ju atje. Hajdeni këtu, por atë punë mbajt ligjin këmbër. Të gjithë e dini që ky ligj është më i keq dhe është më i keq për opozitën, që e bënte të pamundur fitore. Sepse ja jep 12 deputet në Ja pra këto që të prun nga shej nga këto. Ai mori e drama. Ka marrë dhe PD aty një 3-4. Po atje hum 13 deputet, 12. Nga ato 8 ka marrë drama dhe 4 ka marrë PD-ja. Domethënë i kanë dhuru edhe gjysmën kontributit opozitar me durët e veta atit që qeveris sot edhe i cili me gjithë drejtën pësaj thot kam 84, kam kaqe, kam manje. Mirë, po sot ka një tjetër element të ri, është bulevardi, protesta. Dhe në atë protesta, ajo që unë personalisht dëgjoj më shumë, është që Rama dhe Berisha janë bashkë. Rama dhe Berisha duhet të pësojnë për çdo të keqe që i kanë sjellë këtij vendi. Zoti Shej, ju e njihni mirë nga karriera politike që keni Rama dhe Berishën. A besoni ju atë që thon njerëzit në bulevard që ata janë bashkë? Shika, po biles unë nuk ka nevojë të më thonë ato bulevardit, sepse unë që në vitin 2008 kur është bërë kjo marrëveshje, që edhe në atë kohë kemi kundërshtuar. E kam ditë që jo se janë bashkë, se nuk është nevojë, as bëjmë kërshi, as bëjmë marrëveshje shkurt. Unë bëj disa gjeste politike, kam një përshjellje, një përqasje politike ndaj problematikave, që është më radh parë një interes tim. Po nuk të prish punë dhe ty, që e palja tjetër. Kjo është bashkë. Ne bëjmë një ligj që palë të tretat mos na ulen në tavolinë. Kjo është bashkë. Ne bëjmë ca ligje, ca interesa që grupet financiare, ekonomike, që kanë mbështet mu, po sot mbështesin ty, nesër vinë mbështesin mu, njëkohësisht mbështesin ka 2 kratë, të mos i gjej gjë nga lufta politike. Këto janë bashkë, se nuk është puna që ne simpatizojmë, hajmë darkë bashkë. Bile si të bëhemi të besueshëm, do dalim në mëngjese, do të shajmë shumë njëri tjetër, se ndryshe na besojnë. Kështu që nga kjo pikpamje unë them, biles kur është bërë marrëveshja 2008, se duket sikur është bërë për shembull për ato që janë të ri,
Sigurisht bën kohët Napoleonit, e kupton. I ftuar 18 vjet përpara, e kupton. Ne që jemi shumë vite atje brenda, ai mundi quaj sigurisht pardje. Por te këtij shenjtalliku të madh që të mbajnë pushtetin, ne do t'i rendis disa pse ishte marrëveshja më reaksionare që është bërë demokracinë në Shqipëri. U bë dhe nga një pragmatizëm shumë i pisët. Tek një qafe Ilir Met, LSI, për cilin E keqe për bashkët. Po, që unë s'ka mas i lloj simpatie, besoj e din njerëzit u bën shumë vite në këtë punë. Nuk i msheh ato antipatitë e mia. Mi po nëse ka pas një moment historik që Ilir Meta ka luajtur një rol pozitiv, ka qenë nga krau i të mirës, po them. Është ky. Që bëri Tha ora çdo më po. Bëri një grevurie, bëri një miting këtu në Tiranë, bëri luftë me dorë me këmbë, ai sa kishte mundësinë vetë që ky ligj mos kalohesh. Sepse ishte direkt kundër atyre, po duke mbrojt veten në një farë mënyrë mbronte edhe kategoritë e tjera politike. Ato që do vinë. Domethënë ligji u shkruajt në tavolinë që ne të dy të heqim qafën një rival potencial tonë, që mund na hynë mes. Që gjithsesi ai hyri. Po të shi nuk hyri më si burr, si duhet hyrë një forcë politike. Hyri si oportunisti. Si akrobati që duhet të rrinë tel, se telin e të rejën 2 vetë nga krahët tjera. Edhe kjo ja humi morali, vlerën e gjithë. Dhe me thënë, marrëveshja u bë nga sensin praktik të momentit u bë të heqim qafën një palë të retë, që në atë rast ishte Ilir Meta. Ishim dhe ne, LZK-s, nga krahët tjetër, grup më i vogël, po gjithsesi. Pastaj çfarë bëri, çfarë prodhoja, se kjo është ka rëndësi, se nuk ka shumë politik, ai momenti kalon, ajo që mbeten brapa, qoftë se kemi këtë politikë që është sot, qoftë se kemi këtë parlament, është fal asaj marrëveshje. Në që kuptim, do me thënë, ajo është produkt, është derivat i asaj situate politike. Që do të thotë? Konsolidoj në mënyrë definitive funksionin e kryeministit, e bëri kancelar. Sot me kushtetutë, kryeministri i Shqipërisë nuk rrëzohet më. Edhe sigur të ketë mocion të mos besimi. Se sipas këtij ligjit ton, kushtetutës ton, duhet të jetë gati një qeveri e re që ta zëvendësojë atë ditë. Kjo që s'ndodh ku e diun as në Anglinë demokratike, as në Danimarkës. Në Shqipërinë këtu, që s'kisha asnjë lloj eksperiencë të saj pune, është vendosur fiksuar që ta bëj pamundur ai që ishte në atë kohë Berisha. Ai që priste ke dera e Berishës se drama për të bërë ai kryeministër, se mendonte 2008, 2009 do i trashëgoj unë këto privilegje, siç i trashëgojnë pak 4 vjet. Më vonë kjo ishte e parë. E dyta që ligji zgjedhor të bëhet ky dhe lista të jetë mbyllur dhe të shkojë me firmën e kryetarit, që praktikisht e vertikalizoi pushtetin dhe në parti, që nëse ti je kundër kryetarit, ti je i mirë i dynjas. Ti del jashtë loje se unë nuk të do të në orën 12. Dhe ky është ekskluziviteti im dhe më ka dhënë me ligj. Dhe për ta cimentu këtë lloj maskaralliku, ligjin kodin zgjedhor e inkorporun kushtetutë, që s'bën vakina si vend botës. Ja ku kemi këtu Italinë, debatohet për ligjet zgjedhore, vit për vit ndryshohet. Pse ndryshohen? Se duhet të jenë fleksibël, duhet të adaptohen realitet. Jo, joni është i ngurëzum atje në kushtetutë. Tash i duhet me ngret dhe barrazhin se mos na hyt. O sa jun këto rajone, 12 rajone me qarje. Ço kuptimi ka kjo për një vend që ishte në atë kohë 3 milion, që po bëhet 2 milion sot, që po vjen duke u rrugë. Ne kishim një kod shumë mirë, ose të pranueshëm, që herë më radh parë kishte një listë kombëtare. Ky vend i vogël, me shumë sherrë brenda, me ndarje të vjetra historike. Krajinore, toske, geg, me ndarje fetare, se kemi 3-4 fe brenda. Do me thënë, fatkeqësisht kishim një ndarje që historia na ka lënë brapa, që s'është fort e mirë. Mujtare, tash ne ndajmë edhe copa për çështje elektorale. Po çu kuptoj? Unë them që duhet një listë kombëtare. Që ai Spiro atje në Gjirokastër në Saran që votoi atë selimin e Tropojës. Edhe ai ku e diun, Hamdiu i Tropojës votoi ku e diun atë gjinin e atje. Çfarë thotë, në vend që ta bashkojmë, ti do bësh një ligj, një komb i vogël. Nëpërmjet ligjit elektoral të tentoj edhe të bashkohet sa do pak. Të ringrej vlera që janë përbashkëta, jo ti ndajmë. Atje tip nga Shintolliku, nga Tafma, edhe i vën një emër spanjoll.
kot ky njeshtër më të madhe. Se kjo është detallje për njerëzit që kanë një farë dije. Se ti mund tallësh me atë ignorantin e kuptoni, çka ka spanjolli. Spanjolli është krejt e kundër kësaj. Se Spanja i ka dhënë provinca, prandaj quhet spanjoll, Katalunjës, Baskëve, nëpërmjet këtij ligji i ka dhënë mundësi që një popullat më e vogël përfaqësimin politik ta ketë më të madh, që të mos shtypet në majorancët. Ndërsa ne bëjmë një vend që ishte, kjo është unik fatmirësisht, 94%, 5% janë gjithë shqiptarë. Atje ne bëjmë një ligj si ndajnë shqiptarët që janë më të fortë, që kanë më shumë vota, ti mundin ato shqiptarët që kanë. Domethënë, kjo marrëveshja e 2008-s është marrëveshja më reaksionare që është prodhuar nga viti 91 kur ka hyrë demokracia deri më sot. Pra, nëse do kisha i gjëm dorë puna parë do ngritë çakat. Kështu që këto që quajnë veten forca të reja politike, ide të reja, dhe uroj edhe besoj që kanë, duhet ndisen nga ajo që është më e madhe, më e rëndësishme, që ndoshta në shumicën e popullatës nuk ka shumë prezë, sepse njerëzit duan pension, duan rrogë, duan drejtë tanë, ti i thu kushtetut. Po a themi Shqipëria e re? Shqipëria e re nuk është e tere, nuk është abstrakt. Do mush me institucione të reja. Atëherë ne do godasim këto institucione reaksionare. A janë brinë? Mundet që jo. Po lufta politike bëhet për këto. Pastaj hajde të flasim edhe për gjëra tjera. Për ekonominë, për drejtësinë, që drejtësia është komponent i madh, se ky është vend i padrejtë. Dhe është i padrejtë thjesht se nxjerrë kriminal ka burgu. Po ky është i padrejtë për pronën, ky është i padrejtë për shpërblimin, ky është i padrejtë për karrierën. Atje dhe prandaj ndjen keq rinia këtu, nuk hiqin thjesht për bukë siç mendojnë njerëzit. Hiqin se është vend i padrejtë. Kjo është plaga më e madhe, fakti që të rinjt ikin, sepse referuar të dhënave që nga 91-shi kanë ikur 1.5 milion shqiptar, po i kanë përfshi të gjitha periudhat e ndërmjetme, nuk është se është vetëm një parti, janë gjithë bashkë, ajo që ju thot. Po pra, unë ta thash, ky nuk është fenomen thjesht një krau. Ky ka një, si më thënë, po të bëjmë analizë ka gjithë faktorët, brenda shoqërisë shqiptare, historisë shqiptare. Dhe ta thash, përpjekja e mira për ta nuk qëndron se a hikin kohë tate apo sikin kohë time. Qëndron nga sforcat që bën një qeveri për të ndalu këtë fenomen. Kjo tregon, si më thënë, që kjo qeveri është progresiste, është marrë seriozisht me këtë punë, se sa që do hikin, mund të hikin, edhe në kohë, kanë hikin edhe në kohë kur ishte PD-ja, s'po them. Biles, po unë po ju them, unë kam qenë ministri i parë i imigracionit në Shqipëri. Edhe në atë kohë mbatshim suksesin me sa njerëz kishim qu jashtë. Bas 20 e sa vjetëve kam qenë kryetar komisionit e parlamentit dhe kam thënë që suksesi jonë sot është t'i kthejmë. Jo t'i kthejmë, po t'i mbajmë paktën këto që janë. Dhe më shiko se si ndryshon ka kurba, jo thjesht demografia, jo thjesht struktura atyre që emigrojnë, po çështja se sa e afekton kjo të gjithë realitetin shqiptar. Dhe të shikam rrit në një pikë kritike që nëse do vazhdoj. Këtu me gjithmonë vjen rrezik këto gjëra, s'po themi ato fjalë të mëdha, identiteti e këto, atë bëj. Ora ekzistenca, si më thënë materiale, ky kom me çfarë do jetoj? Ora pensionet. Kush do t'i paguaj këtu? Se njerëzit ndoshta se dinë, këto që janë pension sot, marrin nga kontribut në këtyre që punojnë sot, po nëse s'ka të ris, punojnë, si do garantohen thjesht pensionet? Ne jemi bërë sot vend i pensionistëve. 1/3 e popullatës reale që jeton në Shqipëri janë pensionistë. Jo më kot mosha mesatare është 44 vjeç pastaj. Po 44 kur e kemi filluar këtë punë. 92-shin mosha mesatare e Shqipërisë ishte 29 vjeç. Edhe kur binte diskutimi me ndonjë huj edhe s'po dishim ç'a ka Shqipëria. Se duhet me sa ju të shi dhe i fa reklame për vendin. Ç'a ka Shqipëria? Se kishim ne ata të madh. Dhe unë i thosha gjithnjë, po kemi rini. Ne jemi 29 vjeç, ju jeni 40 vjeç. Me rini thosha do kapim trenin e Brukselit, se i riu fugon ma shpejt. Se i riu mund të rikualifikohet, mund të trajnohet, mund të hynë treg punës, të dalit, të rihy prap, të kualifikohet. Dhe më thënë është një shans i madhe, tregu i punës. A është i qëndrueshëm, zoti Shej?
është i qëndrueshëm i riu, apo është si veriu, sikur se thot populli, sepse kemi një protestë që organizohet nga të rinjt. Shiko, unë kësaj proteste i njoh shumë merita. Nuk them që e zgjidh, se do ishte shumë bukur, zgjidh nga halli i Shqipërisë me një protestë. Edhe protesta është, si më thënë, jam mbledh engjit në Tiranë. Nuk e gjykoj shumë, e gjykoj më ndryshe. Por ka bërë disa gjëra që s'kishin ndodhur në Shqipëri. Njerë, se njerëzit që kanë thyr frikën, nuk kanë më frikë. Dalin, mirë, keqë, nuk po them për ato 2000 fanca që atje që rrinë, se ato do rrinë. Po dalin me mira njerëz që ja dole, tregun që nuk i trem ka më Edi Rama. Ju personalisht jeni bashkuar? Unë aty më ke për natë sigurisht, nuk e për të majtë as flamingën, as ato flamojnë, se kam kalu, i kam bërë të mijat, por jam një nga ato njerëz që rri aty, ulem, shikoj, dëgjoj. Atje, e ndjek me interes, ta thash, sepse edhe nga ana sociologjike e konsideroj si një fenomen të ri. Ta thash, një nga thyr frikën, dy e kanë dorëkombëtarizuar këtë në një farë mënyrë. Bota ka kuptuar që punë në Shqipëri nuk shkokan mirë. Ky djali nuk qeka ka që dashur, siç mundohet na shes vetë. Dy dhe kjo është. Tre, që kanë zjerë një trajektore tre, që e kanë kuptuar që zgjedhja nuk është më me këto dy personazhe. Mbaroj, sigurisht unë jam Jakobin nga ato që thotë foten burg këtë, foten burg atë. Pse, burg do i fusi gjykata, drejtësia, nëse kanë zullume. Politikisht nuk atje, po ajo është sinjali që ne nuk i ndjejmë më ato përfaqësues politikës. Ja, kjo është një sinjal pozitiv, është një trajektore e re, trek. Katër kanë kthyer politikën. Në një farë mënyrë u bë 2 muaj që diskutohet për politikë, për alternativa, për shpresë, për deri para 2 muajve s'kishte politikë këtu. Ai shan Berisha shan atë, ai thot ishte një këngë. Ti thot jeni këto, jo gjeli detit, jo ky, jo bufi, jo këtu, ky përmend çuni hallën, vllai, daja, tezja, gjota janë. Kjo është politika shqiptare. Dhe shqiptarët e shkret merreshin me këtë punë. E një gjove sa i tha 7 milion, thot ky, 70, thot ai tjetër. Thot ja. S'kishte politikë. Tashi është kthy debati politik. Të dy palët janë mundu të e kanë kuptu të shërë që pas ka dali gjë e re në fushë. Që pas ka dali skuadër e re. Që ka fanellën ndryshe që mund të ketë vërtet, si Lara sot fanellën, po mund të bëjnë një lojtë. Qofë se kënej që i kanë blut, e kënej rozët, po ku e dion, dil ka një tjetër, e verdha, jeshila, ku e dion, si del, po që ka hyrë një skuadër e re në fushë. Tash ja kanë kapiten, a kanë trajner, ja kanë taktik, loja. To do t'i shofim, por ama vullnetin për t'lujt, për t'zbrit në fush, e paskan. Paskan dhe tifoz, bas tyre. Shefti, kjo është një element i ri politik. Dhe me thënë, këto kanë bërë këto, 4-5 pika të rëndësishme, kanë bërë shumë ato, se kjo në një farë mënyre, se ato thonë revolucion. Po revolucion e bajanet nuk bëhet më. Revolucion e natyrës kohë moderne pas luftës dytë në Europën perëndimore. Bëhet me ide. Është me ide. Është revolucion kultural në një farë mënyrë, siç është bërë në 68 me idetë e Markuzës. Këto siç ka pas në periudha ndryshme revolucione që janë të kësaj natyre, përmbysje të madhe mentalitetit shoqëror. Kështu që nga kjo pikpamje e kanë bërë këto revolucione. Pa e ditë vete, pa e kuptu, është bërë një pjesë e revolucionit. Një pjesë atyre gjëra që pretendojnë janë të bëra tashmë, sikur nesër ta mbyllin atë demonstratën ato, shumë gjëra që hapën nuk mbyllen më. Edhe do vazhdojnë vjeshtë edhe ta thashë gjithë kjo ndërhyrje, si quhe popullore, se këtu ka lloj idese që i organizojnë këto, i fusin këto, e pat ju që nga rezistenca rande këto muhabetet jo spion të Iranit, jo të Rusisë, jo të Grekut, dalin këtu lloj këto. Ne gjithë jetë me spion jemi marrë këto. Me gjithë dhe zoti Sheja, mendoni ju se Rama në vetvete, thell e do këtë protest? Dua të them. Pa që ta përdorit, si me thënë, si një lloj retushi, që ne në demokraci, ja shikoni populli stimulon hera herës, përdor policin, i shan ata me ide që të ndizen gjakrat,
nxjerr një reformë të re, se këtu çdo gjë fal Zotit quhet reformë, sikurse është kjo territoriale. Nxjerr edhe të vetët në protestë në Poliçan, në Dimal, Rogozhin, sepse në fundit ato bashki të majta janë. Shiko, si ta quaj? Po, edhe kjo mund të jetë, edhe element të kësaj. Po ka një gjë. Kur vjen një lumë, kur vjen i dalin nga këto, merr përpara, merr i shtëpi, a gjynaf thotë, u prisi shtëpi. Po më duket se i vën një gur përpara, kuptoni, prandaj u kthy këtu se isha i gur. Të gjitha janë këta kur delin. Po rezultanti është ka që ai lumi e çan rrugën, edhe shkojnë det. Pastaj gjithë to faktorët atje son gjithnjë, si më thënë, jap edhe i formë matematike kësaj filozofisë time, se këto dyja me filozofinë më afër se matematika s'ka. I them që nëse rezultanti është pozitive, këto faktorët, vektorët që shtyn kur del një rezultante, 5 mund të jenë pozitive, 2 negative. Atje, por rezultanti është pozitive. Kahja shkon nga progresi. Edhe do t'i paguajmë çmim, se kështu ka ndodhur dhe herë tjera, se ndoshta ju jeni më të rinj se din. Po pse kur është bërë lëvizja, që është BPD-ja 91, ja ne kemi qenë. Mendoni ju që s'ka pas nga këto influencat, Maramiza, Lise, grupet e drejtës, se mendoni që do vejmë këtë se do kontrollojmë dhe ashtu është pak. Dhe disa aspekte, disa grupe i kanë kontrollu, edhe në brenda pushtetit demokratik. Por ama atë popullin që donte liri që aty se mbashin dot, as ato vetë, as ato agentët që kishin brenda. Pse? Po shkon si dallgë. E merr përpara këtë punë. Kështu që edhe nëse atje në brenda asaj mund të ketë atje. Ose ti mendon që po marr, si më thon, këtë që thoni ju, që Rama ulet tavolinë dhe i thotë, po ç'është demokracia? Ne e kulmi demokracisë, ka 60 ditë që atje në bulevard, s'ka asnjë gjë, as dhuna, as ashtu. Televizionet i japin, thotë, 5 burrë, thotë, 70% po, japin partitë opozitare. Japin pikërisht to, kuptoni, e para punës. E dyta kjo është kjo periudhë fundit, harron që ky e hapim në mëngjes fare sa pa pi kafe na del ky podcasti vet, pastaj na del gjithë ditën, pastaj darkët na del edhe në Icap Europë. Kështu që të thash, edhe ai mendon që do marrë, do përfitoj nga kjo. Ajo opozita tjetër e keni pa ju që thot, po shkoni, thot, s'ka gjë që më shajnë mu, thot, ju shkoni, thot, atje, thot, sepse një përgjigje shumë të shkurt dua për këtë. A ju bën përshtypje juve që edhe në përballjet para parlamentit nuk ka militant, antar të Partisë Demokratike që të shkojnë të mbështesin? Kauza është e njëjtë në fund. Kauza është e njëjtë, pra po, kauza është e njëjtë, po interesat nuk janë të njëjta. Një e para punës, dhe e dyta, kuptoni, ato mendojnë që ato janë rezistenca e drejta, ato e kanë të cimentuar këtë punë, që këto janë demokratët, bilës dhe demokratët i ndajnë në disa kategori ato. Demokratë që liberal që se kanë, ato që janë të rezistueshëm, e keni patë që thonë, ne jemi ato qëndrestarë. Do me thonë, ti duhet jesh demokratë, duhet jesh qëndrestarë, se që kuptoj që do me thonë kjo qëndrestare. Edhe demokratë se pa tjetër duhet jesh me Partinë Demokratike, raporti me demokracinë. Ati është një grup interesës, troq mua be. Mund vje keq që ka përfundu për te grupit interesës, se partit grup e interesës që janë. Po që është vetëm në i dorë, në i familje në ishë. E më vje keq sepse ta thash kam qenë vetë, kam kontribuar, kena bërë me shumë pasion këtë punë. Me gjithë dhe unë kam shpresë, edhe jam optimist prej natyre e më radhë parë, që kjo lëvizje e re do ngjallë dhe brenda tyre të drejtën për të kthy dorë shefit, për të thënë mjaft se deri këtu shkohet, kjo është e tepruar. Tash, për të ringjallë shpresën ke populli opozitar që do ta largojmë këtë abuzues që është pushtet. Që kemi shpresë bëjmë një Shqipëri ndryshe, më të mirë, pastaj do jetë a bëhet Shqipëria, Zvicra, Danimark nga këto ëndërrat. Kjo është në bazë të vullnetit të gjithë secilit prej nesh. Mund të jetë për ju, për brezat që vinë për fëmijët e mi, edhe unë uroj që të bëhet. Por ne na takon të bëjmë detyrën për aq sa jemi aktiv në këtë fushë. Kështu që ta thash, jam në tash jo kohë vere, po them dhe ka i batut që
politike madhe me pantallon shkurtër nuk bëhet, me rrobe banje, po gjithsesi ja ku arrestatori. Kemi një afat atje fizik, si të thush të afërt, po vinë zgjedhjet administrative, që është edhe kjo një shans i madh për gjithë popullin opozitar, me gjithë korrentet që kanë brenda, me gjithë rrymat, për të aprovu veten atje. Edhe kjo është e madhe, o jam e sigurt qoftë se opozita, me gjithë faktorët e vetë, urëporoj kam shpresë shumë ke kjo e reja, do dali fitimtare nga kjo punë dhe zgjedhjet politike do të jenë shumë. Mbetet për të parë, do jemi këtu së bashku Po. që ta shohim dhe ta komentojmë. Faleminderit që ishit sonte me ne. Edhe unë ju falenderoj, ta thash nuk është se në gjysmore mund shpjegohet kjo historia jonë. Nuk është e trishtueshme. Kjo është historia e vendeve të vogla, që kanë dalë të fundit fare në rrugën e lirisë, demokracisë dhe fatkeqësisht edhe të fundit në rrugën e mirëqenies, edhe të ekonomisë, se këto janë gjithë faktorë që qëndrojnë mbi njëra tjetrën. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Besoj mesazhi ishte i qartë. Guxo, sepse ky është momenti ku gjithkush mund të bëjë diçka për të nesërmen. Natë në mirë dhe mirupafshim nesër.